E rënë në Greqi, 74 vjeçari plagos gruan dhe jep fund jetës, paraqitet në gjendje të rënë në spital. Një incident i rënd dhunën familje u regjistrua në Greqi. Ngjarja ndodhi në Guzi, ku një burr 74 vjeçar sulmoi me thik gruan e tij 68 vjeçare duke plagosur në qafë. Më pas i dha fund jetës duke rënë nga çatia e një pallati. Gruaja u dërgua e gjallë në spital ku po trajtohet në gjendje të rëndë. Ngjarja ndodhi në një apartament gjatë një sherri mes çiftit. Menjëherë pas kësaj, autori dyshohet se është ngjitur në çatinë e një pallati apartamentesh ku ka rënë në boshllok. Në trupin e tij u gjet një shënim ku shkruaj: "Nuk mund ta duroja më këtë situatë." Thika e vrasjes u gjet gjithashtu pranë autorit të krimit.